Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Falëndërimet dhe adhurimet I takojnë vetëm Allahut, krijuesit të gjitha botrave, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin për njerën më të dashur, për Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për ata besimtar të cilët përsëllin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Xhamati I dashur, sot është dita e xumës, dita më e mirë e javës. Sot në këtë ditë xumaja dhe ditë tjera kuptohet pra e lutim Allahun e mëndueshëm të bën kabull namazin e xumës. Lutim Allahun që të sëmurët tanë të I shëron e të vdekurit tanë të I mëshiron. Lusim Zotin xhamat që neve të na mbron nga azabi I varrit, të na ruan dhe të na mbron nga borxhet, të na ruan dhe të na mbron nga shoqëria e keqe. Lusim Allahun xhamat që fëmijët e tonë Allahu të I ruan, të I drejton dhe të I udhëzon dhe të I përforcon në këtë fe, dhe mbi të gjitha lusim Zotin që fjala jonë e fundit më u kanë prej kësaj bote kur do të dalim, duke thënë la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Amin. Nga java e kalume xhamat përmendëm disa pika besoj që janë shumë kryesore për falënderimin që duhet I bëj besimtari Allahut për gjitha ato mirësi neve që na e ka dhënë. Potencum se falënderimi është një nga tiparet, një nga moralet e mira të besimtarit. Një besimtar pra kur thotë elhamdulillah tregon për një moral të mirë që e ka dhe e falënderon pra Zotin. Pastaj, përmendëm se falënderimi është moral pejgamberësh edhe xhenetlinjësh. Pse këtë? Sepse ato ajete kuranore që I kemi përmend, që ka të bëjnë me Ibrahimin a.s., me Nuhin a.s. dhe me pejgamber tjerë, ata kanë falënderuar Zotin për gjitha ato mirësi që u ka dhënë atyre. Dhe atë motojën që e përmendëm javën e kalume, kur tha pejgamberi jon a.s. e pse mos jem unë pra rob falënderues. Kjo fjali xhamat e pejgamberit Allahut nuk ka të bëjnë në të rast vetëm që kur ka qenë ai në namaz, por duhet të jetë pra motoja e jona, pra kështu parolla jona në jetën tonë përditshme, dhe gjithmonë më thonë e pse unë mos jem rob falënderues ndaj Zotit. Sepse gjitha ato të mira që Zoti neve na ka dhënë, përsëri pra kemi nevojë për ta falënderuar Zotin. Mirësit do I kemi në dorë atë sa falënderojmë Allahun për to. E nëse na vazhdojmë pra me falënderim, Zoti neve do të na shton ato të mira. Edhe këta kemi përmend javën e kalume. Pra mirësitë e Tij do I kemi pra në funksion kështu na për qëllim, për deri sa na falënderojmë Zotin për to, e nëse na vazhdojmë me falënderu, Allahu neve ato do të na shtojë. Falënderimi xhamat për ato mirësi neve që na e ka dhënë, nënkupton që na ato t'i shtimi pra në funksion të adhurimit. Gjitha ato mirësi dhe Zoti këtë do e ka dallu me çfarë do e ka dallu. Dikujt Allahu ja ka dhënë mundësinë pra për më konë një zanatli I mirë. Dhe këtë zanat që e kiti, dush me shti pra në funksion, dush me shti në adhurim. Edhe kur e shtin në funksion këtë dhunti që ta ka dhënë Zoti, dikush një bujk I mirë, dikush një mësues I mirë, dikush një mjek I mirë, qetri një inxhinier I mirë, pra kush secili që Zoti këtë do e ka dallu me çfarë do e ka dallu, atëherë tamam je mundu edhe ti, edhe unë edhe qetri, mi a dhonë në hakun asaj mirësie
që Zoti ti ta ka dhënë. Dietarët kanë thonë se falënderimi sillet rreth 3 shtillave kryesore. E para, pranimi se ato mirësi janë vetëm prej Allahut. E kush në formë më të mirë na ka falë, pra na ka kriju pra Allahu. Me këto si xhamat që shohim e me këto dur që veprojmë, me gjitha ato të mira për shembull që i kemi vetëm në trupin tonë, në rand parë me pranu edhe unë edhe ti me thonë se këto mirësi janë vetëm prej Allahut. Publikimi i tyre dhe shprehja me modesti. Mi publiku nuk ka për qëllim mu lavdëru shtëpinë si e ki për shembull, dhe tani me bën një video që shtëpia ime. Po në rregull mundet më kon deri dikon, po ajo shtëpi xhamat ka nevojë për diçka tjetër, ka nevojë merrena për namaz, për edukatën ndërsjell, për respekt, për shumë gjëra të tjera ajo shtëpi pra ka nevojë. Mi publiku ato të mira, mi publiku mirë po gjithmonë me modesti. Edhe e fundit që mirësit pra tin me ishti ato në shërbim të adhurimit. Përmendet me një rast Ibn Abi Dunya në librin e tij të njohur Ash-Shukr, që janë në gjuhën arabe, edhe një njeri e ka pyetur Ebu Hazim Es-Seleme Ibn Dinar. I ka thonë, e cili është falënderimi për dy sytë? Si mujna me falënderu në Zotit për dy sytë never që ne ka thonë? Ka thonë kështu, kur të shohish të mirën, ta thuash, dhe kur shohish të keqen, ta fshehash. E ki pa një të mirë, pra, tregoja xhamat, publikoja atë mirë që e ki pa, po e ki pa një të keqe, mundohu pra atë keqe me fsheh. Po falënderimi për veshët cili është për të, ka thonë, nëse dëgjon mirë, mbaje në mendat, e nëse dëgjon keq, e refuzoje. Falënderimi jonë për veshët xhamat në çfarë është? Nëse ki një të mirë, një të mirë mbaje në mend. E njëta prej filonit një send të mirë, një këshill të mirë, mundo me majt mend atë mirë. Po nëse ndëgjon një të keqe, refuzoje pra me fjalë qira, harroje. Po pastaj cili është falënderimi për duar që Zoti neve na ka falë? Ka thonë ki dietar, mos merr atë që nuk të takon ti. Kur njeri falënderon Zotin për durët neve që na ka dhënë, mos me marr ata e cila nuk takon ti. Pastaj ka thonë mos e pengo apo mos e ndalo dhënien e asaj që është drejtë e Allahut. Mos e ndalo pra as mos e pengo. Ki vendos me dhon zakatin, jape, mos e pengo, mos e ndalo pra. Ka vendos filani me dhon sadaka, mos e bind që ai mos jape sadaka. Pra, kjo është e drejta e duarve që mundesh me bëu ti. Edhe unë kuptoj. Po falënderimi për barkun cili duhet të jetë, i ka thonë Ebu Hazim Selem Ibn Dinar, thot që fundi i tij të jetë ushqim, e pjesa e sipërme pra të jetë dituri. Fundi i poshtëm pra është për qëllim që ata më ruajnë dhe mbrojnë pra nderin e vet. Normal, gjithmonë sa i përket asaj jetës intime në këtë ajet e Allahut që ka përmendur. Pastaj e ka vetë, cili është falënderimi për këmbët dhe si duhet të jetë, ka thonë, nëse shaj një të vdekur, vepra e të cilit të pëlqen, atër mundohu të veprosh si që ka vepru ai kur ka qenë gjallë. Cili është falënderimi jotë pra për një vdekur, filoni ka vdek, dhe ti të ka pëlqen një vepër e mirë që e ka bëj njeri, çfarë me bë pra? Me ngarend edhe me insistu pra me çdo kusht që atë mirë ai që e ka bë edhe ti ta veprosh. E nëse shen një të vdekur, pra do të thonë që ka vdek, edhe nuk të ka pëlqi punë e atij, atëherë larg nga punët e tija të këqija. Pastaj Ebu Hazimin e ka marrë një shembull shumë të qartë xhamat. Nëse këto i kemi harru çfarë i përmendëm, thot një njeri i cili nuk ka shëndjenje me falënderu Allahun, edhe me gjithë qenjen e tij, është një ngjajnë atij njeriut i cili e ka bler një robe, mirë po kur nuk e ka vesh. Kur nuk e ka vesh. Ajo robja, ajo rtesha e tij kur nuk e ka mbrojt as nga të ftoftit, e as nuk e ka fladit nga të nxehtit. Do të thot,
e ka pas një tesh kur se ka vesh. Kja mundet me ja dit kimetin asaj robe, pra nuk mundet me ja dit kimetin asaj robe. E na besimtarë xhamot, na jemi në funksion. Zoti këto neve këto të mira na i ka dhënë, edhe çfarë bën besimtari pra, gjitha ato të mira Allahu që na ka dhënë duhet me shti në funksion pra të adhurimit. Atëherë, a mund të jetë njeriu xhamot edhe për buzës ndaj të mirave të Zotit? Ka njerëz të cilët janë për buzës ndaj të mirave të Zotit. Bilem, do ta përmendim pak më vonë, bëhet bajat me vetveten me ato të mira Allahu që ja ka dhënë. Nuk dimi gëzu ato të mira që i ka, i përbuz ato të mira që i ka, sa që ka thonë Ibn Kaimi rahmet pas shpirti i tij, ka thonë nëse besimtari bëhet bajat me mirësitë e tija që i ka dhe nis e ju urren ato, Allahu ka më marr ato të mira. Allahu ka më marr ato mirësi që ja ka dhënë atij. Prandaj me fjalë të qera xhamot, që ato mirësi që Zoti ti ka dhënë, falëndero Allahun. Mos të lakmo pra të qetri. Se na nuk e dim çfarë vujtja i mundet me pas. Nëse ti duket një mirë që e ka filani, edhe ti e ki po ti kësyrit e ai qetri, ne nuk e dim çfarë gale mundet me pas, çfarë problemi mundet me pas. Prandaj xhamot duhet na falënderojmë Zotin për ato të mira na që i kemi dhe nuk guxojmë pra na me përbuz ato. Janë dy kategori kanë përmendur dietarët. E para që e përmendëm deri tash, që e falënderojnë Allahun. E dyta xhamot i përbuzin ato. E neve çfarë Allahu neve na ka tregu se çfarë do dhe çfarë neve na pëlqen pra nga veprat e tona. Edhe kjo, edhe nisan pra duhet me marrë xhamot. Allahut pra asgjë nuk i vije paksimi i pushtetit të tij nëse ti nuk e falënderon Zotin. Absolut hiç. Po të njëjtën kohë, nëse ti e falënderon Allahun, Zotit nuk i shtohet pushteti. Që kjo duhet me ditë xhamot. Njënit i mendja me thonë kështu, pleqën se ka mundësive që ati. Por ne kemi nevojë pra për Allahun. Ne kemi ardhur me fal namazin e xhamos. Mos hajde me zorë në xhami se po duhet me ardhur në xhami. Jo, Allahu nuk ka nevojë për namazin ton. Na kemi nevojë pra për Allahun o burra. Kështu nisu nga ki parim, mori pun po duhet me dalë në xhami. Burri 70 vjeç ti çka më bën po duhet me dalë në xhami. Jo burra, ti vet duhesh me thonë, unë kam nevojë për Allahun. Jo, Allahu ka nevojë pra, për shembull, për përmendim namazin e xhamos. Falënderimi xhamot nuk ka kompenzim i mirësive. Ndonë se është një gjë e urdhëruar dhe morali gjithë besimtarëve, mirë po kjo nuk është e gjitha. Nëse ti falënderon Zotin, nuk e ka për qëllim se ti i ki dalë hakut Allahut. Asnjëherë. Nëse ti falënderon Zotin, nuk ka mundësi për shembull ti më thon, e po u kri kjo punë, unë jam angazhu maksimalisht edhe e kam shpagu mirësinë e Allahut. E dyta xhamot, duhet ta dim se na duhet tregojmë pa fuqinë tonë ndaj Zotit, edhe na mbi gjitha përsëri kemi nevojë pra për faljen e Tij. Edhe sikur po supozojmë xhamot, sikur po supozojmë se na e kemi falënderuar Allahun për gjitha këto të mira. A mjafton kjo? Nuk mjafton. Pse atëherë çfarë duhet me bë? Atëherë përsëri duhet me thonë një fjali, e duhet me thonë edhe me zemër xhamot, edhe nëse nuk kemi në gjendje me majt mend, o Zot, të falënderojmë sepse ti po të falënderojmë. Ku ka më mirë xhamot, me thonë ti si besimtar, o Zot, po të falënderojmë ti sepse ti të po të falënderojmë. Sepse realisht me këshirë nuk ka mundësi pra mi dalë hakut mirësive të Allahut absolut. Dhe kush do pra që mendon se i ka dalë mirësive të Allahut pra nga hakin ja ka dalë, me tregu atë pafuqinë se shumë Zotit mira neve na ka dhënë dhe përsëri unë edhe ti pra nuk po jemi mirënjohës atë sa duhet jemi. Atar lind pyetja xhamot, a na kujtohet pra hera e fundit kur ne kemi falënderuar Zotin për mirësitë e Tij? Me thonë elhamdulillah, o Zot, sot mira neve na ke dhënë. A na kujtohet xhamot kur herën e fundit
thjesht e kemi bën një sejdë falënderimi. Kemi bën një sejdë falënderimi për një të arritur për shembull në familjen tënde. Ke dëgjuar një lajm të mirë dhe ti e falënderon pra Zotin. Elhamdulillah, elhamdulillah o Zot, ti të falenderoj për një mirësi pa të cilën me ndihmën tënde unë kur nuk mundisha me arrit atë. Pastaj xhamot, kur kemi na ndonjë shqetësim, i drejtohemi një mikut, një kushijës, kushdo të qoftë. Edhe kjo është shumë në rregull, dhe ti drejtohesh atij mikut dhe atij që ti mundohesh pra ta merr mendja se ta hekat gajle. Kjo është shumë në rregull xhamot. Po është edhe alo më mirë, jo vetëm kur kemi ndonjë shqetësim, ndonjë gale me ju drejtu një mikut, një kushijës, kushdo të qoftë, po dhe kur e kemi një të mirë, duhet me shpalosa të mirë xhamot. Me shpalos pra, me ju kallëzu njerëzve, elhamdulillah, ama me për ullje, me modesti xhamot, jo me mendje madhësi, me thonë elhamdulillah o Zot, këtë mirësi e kam nga anë e Allahut, dhe ti tani ti po të regoj. Ka njerëz që ankohen, mirë po mirësit e Allahut nuk dojnë mi shpalos. Nuk dojnë pra mi zgulu ato, sikur ka të shef vetëm të ai tjetë. Jo thuj o Zot, falënderit që këto të mirën e ka dhonë, edhe atë gëzim me ka e ndonë xhamot, atë gëzim pra e ndonë me ata dashamirë që i keti në rrethin tëndë. Zoti e ka bon pra vendin ku strehohemi na, respektivisht xhamot shtëpitë tona na që i kemi. Dhe në shtëpitë tona gjejmë pra na qetësi. Edhe sa do mirë të jemi, nuk gjejmë pra qetësi vetëm atëherë kur kthehemi edhe him në shtëpinë tonë. E gjejmë pra rahatin në shtëpinë tonë xhamot, që kjo është kënaqësia më e madhe. Ti me të qumë në një hotel me 7 yje për shembull dikun, me 7 yje, edhe sa sta mërmenja çfarë shërbimi mundesh me pas, mirë po e mundut më kanë për shembull një kënaqësi një javë, edhe kur ta shifsh ta kanët më u kthi pra në shtëpinë tonë. Edhe sa njerëz pra e përjetojnë këta, mirë të filoni, mirë kemi kalu, mirë ama sikur shtëpia jeme nuk krahasohet asgjë tjetër. Edhe kjo pra që na duhet ta falenderojmë Allahun që Zoti o burra na ka mundësuar me pas një kurm mbi kokat e tona. Allahu në Kur'anin e Kerim ka thonë, Zoti i ka bë pra shtëpitë juaja vende ku ju do të gjeni qetësinë xhamot. Zoti kështu e ka përmend. Allahu ka bë shtëpitë juaja ku ju do të gjeni pra qetësi, gjeni rahatllëk në shtëpinë tonë. Jam kanë në shtëpinë e filonit, një mazarke kënaqësi. Kur kthehesh shtëpinë tonë do këtë shumë më mirë xhamot. Zotin çështu duhet më të do këtij shtëpia jote. Jo ti më nën shtëpinë tonë, edhe me majt mend të shtëpia e tibe, kish pas shtëpinë ket me parket. Qa e shtëpia jote, edhe nëse është me lesonit, le të do këtë e mirë o burra që janë një qetësi. Në rënd parë, pra je i kënaqur me ata që te ka dhënë Allahu, e dita që kërkon Islami xhamot. Pastaj ti me zhvillu pra, me xhallu këtë jetë e me punu, e me arrit pra mirë. Pse tani e përmendi xhamot shtëpinë edhe apo strehën mbi kokë që e kemi na? Mendoje sa njerëz në botë nuk kanë pra strehë mbi kokat e tyre, nuk kanë shtëpia. Ata thjesht pra mund flenë në rrugëve, mund flenë dikun me një urë, në urë dikun edhe janë pra pa kur një farë për kujdesi, as shëndetësor, as për familjar, as kur gjo. E kalojnë pra një jetë dikun me një vend, pastaj natën tjetër me një vend, dhe kështu janë ashtu, në këtë mënyrë jetojnë. Po mendoje xhamot për shembull luftën në Gaza. Mbi 550 ditë pra një luftë e cila zgjat, një luftë e padrejtë xhamot. Ku aprafërsisht pra kanë vdekë mbi 20.000 fëmijë. Pra mendoje sa fëmijë pastaj janë pra jetim që i kanë vdekë bab apo non. Një situatë e tmerrshme xhamot, një situatë e tmerrshme, ku e gjithë bota ati pra shfrytëzon pra armatimin më të rëndë edhe më të keq që mundet me pas me shkatru me gjitha mundësit. E shet xhamot tani në çfarë situate ata janë atje. Dhe ata nëse bin pra me flet, nuk dihet a do t'i qele sabaj. O që ta duhesh me mendu. Ndërkat që na
kemi ra, jemi qu në për shpitët tona, dhe kemi dal nga shpitët tona, kemi arë për në xhami. Edhe kjo pra një mirësi e madhe Allahut neve që ne ka dhonë si besimtar. Mirë po, ne duhet pra lusim Zotit që Allahu pra t'ju ndihmon atyre burrave atje që në fund edhe ata pra ta shijojnë lirin sikur na që e kemi pra në vendin tonë këtu ku jemi. Mrekullia më e madhe e Zotit ndaj nesh është a dini cili xhamat cila që na ka bë pra neve musliman. Si do të ndjeshe unë edhe ti xhamat pa njohur Zotin një. Për që ta mund dalë me analizu. Çfarë ndjenja do të kishim ne, sikur ne nuk do të runa Zot, nuk do të ishim në musliman. Çfarë kuptimi do të kishte jeta jonë pa namaz? E do të kishte jeta jonë pa xherim, e pa hax, e pa zeqat. Çfarë kuptimi kishte me pas jeta jonë pra nëse ne nuk do të mbanim lidhjet familjare, nëse ne nuk do të respektonim kujshin, nuk do të këshirshim një fëmijë, çfarë kuptime do të kishte jeta jonë xhamat nëse ne nuk do të kishim pra familje. E këto të mira, e gjitha ato të mira qera që nuk i përmendim dhe ndoshta nuk i dim, mendoj pra xhamat një mirësi e madhe që Zoti neve na ka mundësu pra na mu kon musliman. Në çfarë përjetimi dhe çfarë ndjenja kemi pra që i themi vetës musliman xhamat. Po ata xhamat që nuk janë besimtar, në duhet me bë doa, Allah inshallah edhe ata ju ulzon edhe ata na të bëhen musliman. Ka një ajet ku Allahu në Kur'anin Kerim ka thonë, sot e përsosa fen tuaj, e plotësova mirësinë time ndaj jush, mirësinë time ndaj jush dhe zgjodha Islamin për fe. Edhe një jahudi i ka thonë pra Zoti Omerit, thot, sikur në pra të kishim këtë ajet në librat tonë, në do të shpallnim fest atë ditë. A Zoti Omeri i ka thonë, po ku e din ti se nuk është feste ne pra, ki ajet a shpall ditën e xhumo edhe dhe ditën e Arafatit. Edhe pastaj i ka thonë Zoti Omeri, edhe dita e xhumo për neve janë fest, po të njëjtën kohë edhe dita e Arafatit për neve janë fest. Kështu ja ka bo pra me dije, pse? Sepse ka zbrit ajeti kuranor që a shprese, thot, unë e plotësova mirësinë time ndaj jush, pra mirësia jonë me e modhe xhamata që Allahu prej neve na ka bo musliman. Prandaj, nëse ne pra e kemi një mirësi edhe e dim ata, falenderoj Zotin. Por gjithmonë thuj o Zot, sa mirësi neve ne ka dhënë dhe tani na nuk po i ndjejmë ato. Dhe thuj o Zot, edhe ato që nuk po i dimi, edhe nuk i ndjejmë dhe nuk po i përjetojmë, ne mund sot i përjetojmë dhe të falenderojmë pra ti gjithmonë e jetë. Si përfundim, asaj çfarë kemi thonë pra javën e kaluar edhe në këtë javë thot është shto. Mirësit do t'i kemi në dorë, do t'i kemi në funksion, atë se falenderojmë Allahun për to. E nëse ne falenderojmë, Zoti neve do të na shton ato të mira. E dita, mos bëmi asnjëherë me bajat me ato mirësi që Zoti neve na ka dhënë. Kur mos u bën pra bajat me vetvete, me thonë, e kam një të mirë, edhe jam bën bajat nga ajo e mira. Sepse nëse vazhdon pra më bon bajat me vetën, me ato mirësi që ti ka dhënë Zoti, dhe nis e urren pra, çfarë përmendëm, çfarë ka thonë Ibn Qayimi, ka thonë Allahu ti ka për ti tërheq, Allahu ti ka për ti marr ato. Pastaj, prano se ato mirësi janë vetëm prej Zotit. Qetra, publikohi dhe tregohu modest. Publikohi, do të thot, mi shti ato në funksion, ato mirësi që Zoti ti ka dhënë, mirësit e Zotit pra që janë të panumërta, dia, zanati, shëndeti, familja, fëmija, kush do të qoftë dhe sot mira Allahut ti që ti ka dhënë, thuaj elhamdulillah, o Zot sot mira neve na ka dhënë. Prandaj besimtari xhamat, për fund besimtari duhet jetë mirënjohës ndaj atyre të mira neve që na ka dhënë dhe asnjëherë për një të mirë që ta ka dhënë ti e mu e të tjetrit mos u tregon me ndje madhe. A dini kush jam une?
a dini çfarë kam bo une, kërejt qëto, a dini une, atër nisni përmendëm javën e kaluar një farë vetë pëlqimi, mendje mallësia, tjerë t'i shikon me nënshmim, me fjalë qera xhamat nuk din me përjetu atë mirësi të qitë të ka dhënë Zoti. Pse? Sepse ja atribon vetëm vetës tënde. Prandaj, kjo e mire jone e madhe që e kemi, në duhet me thonë elhamdulillah për gjitha ato mirësi që na i dina dhe nuk i dina dhe nuk ka mundësi numerikisht me numëru pra besimtari. Lusim Zotin në burra që Allahu të e ban kabul namazën në xhamos. Allahu neve të na falë dhe të na mëshiron. Zoti i falë gabimet e tona të vogla apo të mëdha qofshin ato. Kemi bë haptës apo msheftës. Zotin lusin neve të na mëshiron, t'i ruan fëmijët e tonë, t'i drejton, t'i udhëzon, t'i përforcon pra në këtë fe. Lusim Allahun xhamat që të sëmurët tanë të i shëron, e të vdekurit tanë të i mëshiron. Zoti t'u bën atyre varret një kopsh nga kopshat e xhenetit. Lusin Zotin mbi gjitha xhamat që fjala jone e fundit e dal prej kësaj bote me u konë pra duke e thonë me plot krenari, me plot nder, la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.